Ministria e Arsimit dhe Qendra e Shërbimeve Arsimore ka miratuar periudhën e aplikimeve me formularet A1 dhe A20 për maturën shtetërore dhe maturën shtetërore profesionale 2026. Sipas ministres Mirela Kumbaro, nxënësit duhet të përcaktojnë dhëlëndet me zgjedhje duke nisur nga data 2 deri në 11 shkurt, ndërsa maturantët e viteve të kaluara, të cilët duan të bëhen pjesë e maturës shtetërore 2026, shërbimi për formularet A20 do të aktivizohet në datat 10 deri në 11 shkurt, theksoi Kumbaro. Ministra Kumbaro i bëri apel maturantëve të ndjekin me vëmendje afatet dhe udhëzimet përkatëse. Ministria e Arsimit shëron hapa si duhet të aplikojnë maturantët. Identifikoni si qytetar në portalin e Albania, zgjidhni shërbimin maturës shtetërore, klikoni butonin përdor, zgjidhni llojin e formularit të aplikimit. Maturantët duhet të zgjidhin A1 ndërsa kandidatët A20 dhe plotësoni të gjithë thënat e nevojshme të kërkuara në formular. Klikoni butonin dërgo në fund të formularit. Për aplikimin me A1 dhe A20, përgjigjja merret pasi përfundon procesi me konfirmimin dhe printimin e formularit në shkollë. Aplikimi me formularin A1 dhe A20 është i vlefshëm vetëm për maturën shtetërore të këtij viti shkollor, duke përfshirë edhe sesionin e dytë të vjeshtës.